Pra duhet që ta kemi shqetësimin nëse na pranohet vepra apo jo. Se ka njerëz që e bëjnë agjërimin dhe kujtojnë se është i sigurt pranimi. Ne shpresojmë, po dhe do të kemi frikë, se mbase vepra nuk na pranohet tek Allahu i lartësuar. Kur njeriu ka frikë se mbase nuk i pranohet vepra, kjo është shtyllë që ta përmirësoj veprën, që të më janoj mangësitë, të vetat që ka pas apo që i ka. Nëse njeriu e fle mendjen dhe dihen siguritë e pranimit të veprës, atëherë nuk kujdeset për veprën, nuk e ruan atë, nuk mjanon mangësitë, nuk ruan nga gjërat që mund ta cënojnë veprën. Për shembull, nuk bën tobe nga gjunahet, nuk i kryen detyrat e fesë, apo nëse njeriu e di që mund të kthehet vepra prapë, mund mos i pranohet, nëse nuk e ka përmbushur siç duhet, siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala, atëherë do bëj tobe, do hiq dorë nga gjunahet, do kryej detyrat e fesë, do përpiqet ta përmbush agjërimin siç duhet, që t'i pranohet tek Allahu i lartësuar. Të parët e këtij umeti kujdeseshin shumë për veprën dhe e kishin shqetësimin nëse do pranohej apo jo, dhe interesoheshin për pranimin e veprës tek Allahu i lartësuar. Ka thënë Ali radhiyallahu anhu, kunu li qabuli al-amal ashadda ihtimaman minkum bi ada'i al-amal. Ka thënë, kujdesuni për pranimin e veprës dhe interesohuni për pranimin e veprës tek Allahu i lartësuar më shumë se sa për kryerjen e veprës. Gjithashtu, dikush prej të parëve të këtij umeti ka thënë, ta di se Allahu më ka pranuar një grim vepre të mirë, do të pëlqente më shumë se sa të kishe gjithë dynjën, gjithë botën. Sepse Allahu ka thënë në Kur'an, inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu pranon veprat atyre që janë devotshëm, që janë ruajtur nga mospranimi i veprës.